Dita botërore e shëndetit, të rinj studentor në një marshim sensibilizimi në Vlorë. Dhjetra të rinj të Universitetit Ismail Qemali kanë marshuar përgjatë bulevardit Ismail Qemali me pankarta sensibilizuese në emër të shëndetit, në emër të jetës. Organizuar nga Këshilli Studentor, aktiviteti zhvillohet për herë të parë në Vlorë sipas kreut të këtij këshilli, Altea Hoxhaj. Për herë të parë pas shumë vitesh jemi mbledhur bashkë, Këshilli Studentor me përfaqësim të gjitha fakulteteve për këtë ditë kaq të rëndësishme sensibilizimi më datë 7 prill dita botërore e shëndetit. Në fakt, jo pa shkak është bërë ky aktivitet, sepse duam të japim dhe të përcjellim mesazhe shumë të forta, të cilat lidhen patjetër me shëndetin tonë. Një sensibilizim jo vetëm për studentët, por edhe një mesazh i fortë patjetër për të gjithë qytetarët. Hoxhaj ka falendëruar pjesëmarrësit pasi sipas saj, jo gjithnjë shëndetit i jepet zëri që duhet nga të gjithë ne. Dua t'ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj sepse është një ditë sensibilizimi e cila përcjell mesazhe shumë të forta. Dua të falenderoj të gjithë studentët pjesëmarrës, patjetër Këshilli Studentor për të gjithë punën dhe mundimin që ka bërë dhe patjetër për të gjithë pjesëmarrësit. Duam të përcjellim një mesazh sot sepse shpeshherë shëndetit ndonjëherë nuk i jepet aq shumë zë, informacion dhe ajo çfarë ne duhet është të luftojmë për të, sepse duke pasur një shëndet të plot, një jetë të shëndetshme të plot, dhe ne arrim që të shkojmë dhe të bëjmë përpara akoma dhe më mirë. Aktiviteti studentëve është ndjekur me interes nga qytetarët e Vlorës.